Pas I largohet profeti a.s. pak nga ky vend, do të ulej që të qetësohet. Atëherë, duke qëndruar I ulur, e shikon mbi kokën e tij Xhibrilin a.s. Melekun më të madh, melekun e shpalljeve hyjnore. E shikon Xhibrilin a.s. I cili I drejtohet Muhamedit a.s. duke I thënë: Assalamu alejke ja Rasulullah, paqja qoftë mbi ty, o I dërguar I Zotit, dhe ja kthen selamin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Xhibrili a.s. po I drejtohet profetit Zotit dhe po I thotë: O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me mua është një melek I cili ka marrë leje nga ana e Zotit, që nëse ti dëshiron këtë popull I cili nuk besoi, të dy kodrina që ndodhen në skajet e këtij populli, ti marri dhe ti përplasi mbi këtë popull dhe ta zhduki gjithë këtë popull. Dhe ta zhduki këtë popull nga fasha e dheu. Atëherë, vjen përgjigja e Muhamedit a.s. Vjen çasti I duhur ku mund të hakmeresh ndaj një populli I cili nuk ka besu dhe të ka sulmu. Që ti edhe unë, sa herë që vjen ky çast kaq I bukur, me zor pret me ja kthy me 100 fish atij që të ka bërë një të keqe. Mirë, por nuk është ky çasti dhe nuk është ky momenti, sepse personi të cilit I është bë padrejtësi është më I mëshirshëm nga gjithë krijesat e Zotit. Është Muhamedi a.s. Nuk je ti edhe unë që e pret çastin dhe e ruan situatën kur po vjen momenti me godit filanin që më ka bë para 20 vjetësh keq, para 30 vjetësh keq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I përgjigjet këtij meleku duke I thënë: Jo, unë nuk du shkatrimin e tyre, por shpresoj dhe shikoj atë musliman I cili ka shpresë për të ardhmen dhe I cili synon të ardhmen dhe jo vetëm tashme. Mos I përmbys tot dhe mos I godit, se shpresoj që pas këtyre njerëzve, pas këtij populli, të vinë disa të tjerë që ta adhurojnë Zotin. Dhe sot me miliona e adhurojnë Allahun në atë vend bekuar. Sot me miliona e adhurojnë Allahun në Qabe, në Medinë, në Taif, në gjithë gadishullin arabik. Mëshira e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu I lartësuar